Me rastin e 2 prillit, ditës botërore të autizmit, stafi edukativ i Kopshtit Publik nr. 5 në bashkëpunim me prindërit dhe të vegjëlit, organizuan një panajir me produkte ushqimore të gatuara nga vetë ata, nën moton argëtim dhe shije të mira. Në stendat e ngritura me këtë rast u ekspozuan produkte ushqimore të shëndetshme, perime dhe fruta me qëllim promovimin e ushqimit të shtëpisë, por edhe për të konkretizuar një akt solidariteti. Kontributi i përfituar nga shitjet do t'i shkojë qendrës së autizmit në Elbasan. Sipas stafit edukativ, është shumë e rëndësishme t'i tregojmë kësaj kategorie të shoqërisë se nuk janë vetëm. Kopshti nr. 5 e ka traditë, organizon çdo vit një panajir ku marrin pjesë prindrit, mësueset, angazhohen të gjithë. Të gjitha kontributet që janë mbledhur do shkojnë për fëmijët me aftësi të kufizuar. Si çdo vit, kopshti jon organizon panajirin që i përket muajit mars, e cila ka të bëjë, fokusi i saj është bashkëpunimi midis prindërve, fëmijëve dhe mësuesve, duke bashkëvepruar, duke ndihmuar njëri tjetrin e bëjnë diçka të bukur. Misioni jon, në fund fare, është që të argëtojmë me ngjyra, me buzëqeshje, siç është mbrapa të mirë, të gjithë fëmijët dhe prindrit, dhe të mbledhin një kontribut me vullnet të lirë nga vetë prindrit. Ky kontribut do të shkojë qendrës së autizmit, që përkon më datën 2 prill, që është dita e autizmit. Dhe për të përcjellë mesazhin që ju atje brenda nuk jeni vetëm, po ju pret një shoqëri dhe jashtë. Dhe ky mesazh buzëqeshje do të jetë një përcjellje për të gjithë fëmijët. Jemi të ndryshëm por të barabartë. Vetë vegjëlit përcollën mesazhe sensibilizuese për shoqërinë, ndërsa për prindërit aktivitetet të tilla shërbejnë për të rrënjosur ndjeshmërinë dhe kujdesin te brezi i ri. Ku japin dashuri, zemra jep më mirë. Unë jam Pejami, kam gatur burek. Ne kemi përgatitur një panajir ushqimor. Paratë e mbledhura do të shkojnë për në vjet për fëmijët që kanë aftësi ndryshe. Në kuadër të datës 2 prill, ditës botërore të autizmit, Kopshti nr. 5 bëri thirrjen të gjithë ne prindërve për t'u bashkuar një aktiviteti sensibilizues për të grumbulluar të ardhra për këta fëmijë me këto nevoja të veçanta. Ervi, djevi po ndërton, lulet që më gjurë se kopshin zbukurojnë, dy velezër ka përdore, shkojmë në guzinë bëjmë kek me akullore. Mjevin dhe vezët i hevim me kujdes, dërsa ndërko mami furën e ndezë në panajirin e kopsit. Kekun do t'a qojmë, do t'a hamë me soket dhe do t'a gëzojmë. Veç prindërve dhe gjyshërve, panajiri me produktet ushqimore u vizitua nga përfaqësues të Bashkisë Elbasan, të cilët përgëzuan organizatorët